unë me Selin do e vazhdoj marrëdhënien siç e kam pasur, por do jemi rezervuar tek kjo pjesë, sepse nuk dua të forcoj tek prindët e saj të lloj mesazhi që ata e kanë keq interpretuar. Në fragmente sekondi, pa fund mendime. Për një moment po mendoja që ndoshta ka momente vërtet tiki nga kjo lojë. Për mua ishte e rëndë. Unë ndjeva me thënë të drejtën i çliruar. Kam qenë shumë e shokuar, kam një, nuk do thoja urrëtie, se do thoya një shije shumë të keqe për Mirin si djalë. Reagimet që unë nuk i prisja dhe më dolën shumë kundër, ishin e Selin, se ose po luan lojën, ose s'e ka kuptuar. Unë shumë, kështu do më thonë i lumtur, çka ka thonë baba jot, se nëse ky biç pak i shkon shok që duhet me ty, kish gjetë mënyrën me të kallëzu për shtatsan. Po të kishte dashur me ma tregu, do e kishte gjetur mënyrën me ma tregu. Që kjo është, nëse po them. Ka thonë baba i Sojna që ky ka nevojë për psikolog. Domethënë këtu është shenjat e maniakizmit. Ky ka menduar që ne edhe për disa kohë nuk do prishemi. Këto sane ky i bën, pse se e din se çto sane marrin audiencë. Plak ishte të mëshme apo? Ishte të mëshme, unë për vete jam shtan ku e kam gjuh, për atë zot më shtonë qef mishje. Pervers, tamam pervers. Ai ka përdorur inteligjencën tonë për me mbrit çtu ku është. Kjo është. Edhe kur del aty thotë sepse babai i saj mund ta ketë ish interpretuar. Come on. Desha me apo ose leke, pasti gjeste ke vënë, gjeste ke mirë që ta kanë intimidu. Jo, do të thoja unë, a ke pasti se i bie, a ke pasti se ajo ka armë, ka përqafu, ka puth. Unë ndoshta kam shkel mbi veten time për të ruajtur një raport, sepse mua dhe po mi tek që herë pas here ai po gjykohej edhe po akuzohej për veprime. Ai posa ka bërë gabim. Jo që do gabim me njëri tjetër. Ja, do të do si tash kusova. As më njoh se tjera pas tuve. Pa rregullojnë fort. Asi u qetësi. Ti e kupton se ku jemi. Kur ai ka hapur kutin, ka dëgjuar gjën më të fortë që është thënë këtu brenda lidhur me këtë raport. Për pozicionin e babait të Selinit. Si nuk ndërmori një veprim prej babait dhe burrit të pjekur. Se tha jati asaj që ai është pervers. Çojmë te psikologu ku duon çfarë që ka thonë ai. Se kështu është për të folur. Se nëse ai pas ka pa keq gosën vetë pse sa erdhi ai ta merrte për dhe gosën ta çonte shpejt. E gjykoi Selinin thash totalisht për këtë gjë. Ka pas pikë respekti për fjalën e familjarëve vet. Ka luajt me fytyrën e vet, edhe me fytyrën e familjes vet. Selinin. E disa ka shkuar mendja mua, po themi. Unë ka shkuar mendja që ndoshta Miri jashtë me partnerin e tij nuk ka një marrëdhënie korrekte. Gosë të vetë i thotë, rrin krevat, unë thotë një krevat, kush është që komandon mua? Çfarë thua? Jo, të komandon ai, është po s'ka shanse. Është vajza e tij ajo. Ta komandoj vajzën e vet. Vite sy vetë. Më në fund dolën llafët e mia. Ti ke gjetur lojën në Selin. Ti ke gjetur lojën. Ke gjetur lojën mbi çifta. Përveç si djalëve që ty të kanë ardhur. Ndoshta lexohet sikur unë e kam përdor për lojë, ka qenë që unë në mbarimin e sfidës nuk mora çarçafin, jorganin, jestikut dhe të ndroja krevat. Ti pa zonë të kuptohesh baba, nuk jam në vetë. Po, nuk të gjykoj ty si baba i fjes tënd. Të gjykoj ty si nga profesioni i babait, nuk di të kuptohesh baba tjetër. S'di të kuptohesh një baba tjetër. Nuk di të kuptohesh një baba tjetër. Çfarë ndryshon nga mosha timate me Mirin është vetëm një vit. Jo me Selini thash. Ti se sa flet në përcepa tani për Mirin, për historinë e babës tanë që ka hap baba jot djetë te kutia i thash, ti duhet me kap Mirin për respekt e më ul me fol me Mirin. Edhe këtë hap dhe fjalët që unë e injoroj. Po pra, kjo është problemi. A dhe bëje ti olla. Sjelljen e këtij, masi ka pa intervistën e babës vet. Që ky ka paketën sin edhe marrë. Aja ka pranuar. Apo vërtet? Jo. Jo. Pa shndritin ajo. Ku bosh bu? Do flesh ti këtu, tha, nuk e do mirë. E jo me çun njerëz më. Se ky gjë e parë erdhi aty sa unë do të flek këtu, tha. E ka provokuar. Do të fleja për te, e di ti tha. Sipas këtij ka thonë që do të ikë ai nga krevati. Po si më pse ty ti ai çka kam unë? Unë prej natit se bëj pastaj se po më thot baba i saj. Ata vështi. Apo e pan këto që i funksionoi loja e gocës vetë. Dhe tham, ta heqim këtë burr me hujë tani që e bëri këtë gjë, edhe të rri vetë vajza ime si mbretëresh.
Se mos vinë që një vjetët tash që futu prapë për krevatën se në ka ra kota to.